Nëse sformohet qeveria, kuvendit duhet të shkapërderdhet edhe kështu shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por sot ketë mundësi. Edhe 1-2 muaj Albini do ta zhages, do të shkojë në këtë formë me një propozim, edhe pse po ka paralajmërime. Po disa paralajmërime që sot do ta ndrojnë kandidatin, por unë jam shumë skeptik që mund të bëhet kjo. Sepse këtu mund të jenë vetëm thashë thënë atë gazetarëve për ndryshe. Albini nuk do ta ndryshoj Albolenën, vetëm ajo nëse vetë Albolena tërhiqet. Për ndryshe, nëse nuk tërhiqet Albolena, Albini nuk e ndryshon dhe do të shkoj me këtë formën e votimit msheft që edhe ajo është antikushtetuese, sepse nëse ka fillu kuvendit mbohet me votim të hapur, kjo seancë është një seancë, pa marrë parasysh që kanë kalu 18 seanca. Konsiderohet seanca e parë konstituive, edhe nuk mundesh të ndrru rendin në gjysmë, ose nuk e di ma gjysma, se mund të jenë 36 seanca tjera. Dhe tani na tentojmë të ndryshojmë formatin e votimeve. O do në zhvillim, apo do në me shku në votim të msheft, me njëherë me aprovu kuvendi votimin e msheft edhe me shku prej fillimit. Por jo, me seancës ndrohet rendin ditës. Askon nuk lejohet, as me kushtetut, po askon në ku ka ligje pozitive, demokratike, janë të pamundura që rendet e ditës të ndrohen në mes, mund të shtohen rendet e ditës, por jo të ndryshohen. Ne gjatë bisedave të kaluara kemi prekur sekur 2 çështje. Së pari ju keni thënë që pa dhënë dritje shile komandantët, vështirë që PDK-ja të veprojë në Prishtinë, pra nga Haga, dhe së dyti raporti përtej politikës, pra familjar mes Avdiçikut dhe Osmanit. Kush nga këto të dy mundet që mund të jetë siguri i fundit, që mund ta zhbllokoj situatën? Ndoshta Osmani për një mandat të dytë mund të kaloj disa, mund të ketë një deputet që mund të votoj Kurtin. PDK-ja gjithsesi se jo. Nuk me Albolenën në asnjë mënyrë, por unë e kam bindje të plot që PDK-ja nuk futet në, edhe pse njerëzit kanë thonë vazhdimisht se takimet e Memlit 2-3 herë janë taku me Albinin. Kur nuk do të mund të ndodhë bashkimi PDK-VV, sepse nuk lejohet, kam thonë edhe një herë nga Haga dhe përsëris për të sa të ndush herë që nuk mund të ndodhë ajo. Derisa LDK-ja sigurisht do të bën të koalicion, por nuk i ka të sigurta votat zonja Osmani. VV-ja ka gjysma e ma shumë, apo ma shumë se gjysma e deputetëve të VV-s nuk e votojnë. Nuk e votojnë edhe një 7 deputet të nismas, të listës Guxo. Parti kjo që s'ka ekzistu kur. Ka ekzistu Vjosa Osmani, e ka themelu atëherë kur është ndarë prej LDK-s, e ka formu një parti në qendër atje, por s'ka pas strukturë Vjosa Osmani. Nuk ka pas asnjë strukturë, dhe nga i konflikti, nga nervoza e LDK-s që është kriju mes LDK-s, brenda radhëve të saja, ka dalë lista Guxo. Lista Guxo ka arritur të grumbulloj disa njerëz të LDK-s, të cilët në atë kohë kanë pas një lloj autoriteti, dhe Vjosa ka arritur 100.000 vota t'ja marrë LDK-s.